Jam Selit, fesem pikën më të lartë të saj. Kjo poshtë është e gjitha Selita. Vazhdojnë edhe më lartë, po shtrihet këtej poshtë. Ka një problem shumë të madh. Këtu janë 820 godina banimi, shtëpi, të themi, të pa legalizuara. Fillojnë që nga para viteve 90 ndërtime, me lejet komitetit ekzekutiv të asaj kohë, e vazhdojnë me gjithë ndërtimet e ndodhura pas vitit 90 për 35 vite me radhë. Pa një cop letër. Unë nuk e përdora këtë element fushat elektorale. Madje, më i kërkova agjencisë së kadastrës që më bënte legalizime, t'ju auqoja ndër në shtëpisë e t'ju merë një votën. Fare, hiç zero. Nuk i vura në këtë siklet edhe për një arsye shumë të madhe se s'doja që të përballesh me ligjin nesër. Ju kërkova vetëm një plan se si fillohet nga më të hershmet, nga ato para vitit 90, e se si bëhet deri legalizimi i fundit i këtyre banesave këtu në Selit. Nuk e kam këtë planin akoma. Dhe ky s'është halli im, është halli i njerëzve, jo imi. Nuk e di, mund ta bëjnë për 2 ditë, për një javë shumë e rradhë, por tani ka kaluar koha, tani duhet një zgjidhje radikale sa i takon legalizimit. Dhe natyrisht, zgjidhja radikale bëhet duke njohur gjendjen faktike. Ku nuk ka konflikt, njihet gjendja faktike dhe natyrisht mbaron, konsiderohet i legalizuar ai dhe pritet ajo certifikata e pronësisë dhe ju jepet këtyre njerëzve. Nuk mund të vazhdojmë më kështu. Çdo ndërtim që s'është mbi rrugë, nuk është mbi rrugë. Nuk është mbi territorin e një shkolle, një territorin e një qendre shëndetësore, kështu me radhë, duhet të jetë i legalizuar. Ketë mbaruar punë, të jetë i legalizuar, të shpallet i tillë. Dhe njerëzit mos shkojnë për ato rradha të qoftë elektronike, apo qoftë ke noteria, apo qoftë ke zyrat e aluizmit, por mos shkojnë atje edhe për një arsye tjetër. E din mirë, ata që janë brenda dhe ata që rrin presin në rradha jashtë. Rradha është korrupsion. Rradha është korrupsion. Pra, plani për Selitën është i tejkaluar. Tani duhet një zgjidhje radikale që njeh legalizueshme të gjitha këto shtëpi. Pa përjashtim. Të gjitha.